Në prag të protestave të paralajmëruara nga ana e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, partia në pushtet VMRO-DPMN ka vazhduar akuzat ndaj sindikalistëve. Sindikatat morën vendim që më 2 prill të dalin në protesta pas vendimit të qeverisë për rritjen e pagës minimale, ku nuk u pranuan kërkesat e sindikalistëve, por nga VMRO akuzuan se kryetari dhe nënkryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Slobodan Trendafilov dhe Ivan Peshev, si dhe Tërpe Deanovski nga sindikata e punonjësve të administratës, organeve gjyqësore dhe shoqatave të qytetarëve, janë dorë zgjatur e LSDM-s, BDI-s dhe Levicës dhe kanë të ardhura rreth 5.000 euro. Prandaj sipas tyre, punëtorët nuk kanë përfaqësues të besueshëm, pasi sindikalistët nuk janë të shqetësuar për punëtorët dhe i shërbejnë opozitës. Sindikalistëve me bateri nuk u intereson punëtori, por u intereson të ardhurat e tyre milionshë, të cilat i marrin në formë të pagës dhe shtesave të tjera. Këto sindikalistë rrem punojnë vetëm në drejtim të opozitës, ndërsa dëshmi për këtë është heshtja e tyre. Pyetja është pse Peshevski në kohën e qeverisë së kaluar, për të cilën ai vetë thotë se e ka rritur kostën e jetesës për 200 euro në një vit nga 2023 në 2024, nuk ka dalë në protestë dhe pastaj nuk ka kërkuar nga të njëjtët që i mbrojnë sot të arrisin pagën minimale për 200 euro. Pse atëherë LSM e udhëhequr nga Trendafilov nuk bëri thirrje për protesta, por thjesht heshti me mençuri. Pas këtyre akuzave, kryetari i LSM Slobodan Trendafilov ka postuar një reagim në profilin e tij në Facebook, ku mes tjerash ka thënë se sulmi ndaj një punëtori është sulm për të gjithë punëtorët. LSM kërkon dhe lufton për 500 euro pagë minimale dhe rritje të pagave të tjera me 100 euro, dhe kjo qenë ka manipulimi punëtorëve, ndërsa mbajtja penge punëtorëve në varfëri është një strategji e mirë PR-i. Nëse lexoni reagimet në rrjetet sociale, njësoj si lexoni njoftimet e partive, do të shihni realitetin, por keni syze ngjyrë roz. Paga minimale për vitin 2025 do të rritet për 2.685 denar bruto ose për 1.812 denar neto. Paraprakisht sindikata dolen me propozim për përcaktimin e pagës minimale në përputhje me ligjin, por edhe marrjen e vendimit me të cilin do të rritet paga minimale për 6.000 denar shtesë. Kjo do të sjellë rritje edhe të pagave të tjera, por qeveria nuk e pranoi këtë propozim.